Përshëndetje të dashur shikues të Radio Televizionit Teleria, ju falenderoj të gjithëve që jeni pranë ekraneve dhe keni nda kohën me qenë bashkë me neve në emisionin më të ri të këtij televizioni Më shumë se llaf. Të dashur shikues, në muajin e shejtë Ramazanit ishim bashkë për 4 javë rresht me këtë emision. Unë kisha shumë kënaqësi që isha bashkë me juve, inshallah tash tutje po fillojmë prapë të ejteve, por në mbrëmje të njëjtin emision, të drejt për drejt, në të cilin do të trajtojmë tema shoqërore, tema të cilat ne konsiderojmë që janë të rëndësishme për me u bashkëbisedu me juve, tema prej të cilave po shpresoj shumë që do të përfitojmë dy anshëm. Edhe ne, po edhe ju gjithashtu. Ju kom tregu që kemi me pas të ftuar musafir të fushave, do më thonë ekspert të fushave të ndryshme, me të cilët do të trajtojmë tema, po që qëllimi kryesor i emisionit është që bashkarisht të flasim hapur për tema shoqërore. Do të flasim hapur edhe për tema të aspektit shëndetësor, edhe për tema të aspektit të shëndetit mendor, edhe për probleme shoqërore e për shumë çka tjetër, po kryesisht do të fokusohemi tek ana pozitive e temave të cilat do t'i trajtojmë. Sepse të dashur shikues, secila rrjedhë, secila ngjarje e jetës e ka edhe anën e saj pozitive. Prandaj të mundohemi të përcjellim pozitivitet, të mundohemi që ngjarjet e jetës t'i shohim me një sy të shpresës, në mënyrë që të ngjallim pak më shumë shpresë te ky vend, të ngjallim pak më shumë buzëqeshje, të ngjallim energji pozitive, sepse njeriu është i prirur që kur shet diçka mirë, kur dëgjon diçka mirë, edhe ndihet mirë. E kam përmend edhe herave të tjera që edhe gëzimi, po edhe mërzija janë si energjia elektrike përcillen prej një njeriu në njeriu tjetër. E dini që emisioni është i drejt për drejt, ju mund të bëheni pjesë emisionit me mendimet tuaja duke telefonuar në 046-220022. Të dashur shikues, këtë herë e kemi vendosur të flasim ose të nisim rrugtimin e emisionit Më shumë se llaf me temën e vlerave shoqërore që ne si popull i kemi pasur edhe që inshallah do t'i kemi edhe në të ardhmen. Pse jemi përqendruar në këtë temë? Sepse unë konsideroj që ne si popull kemi jashtëzakonisht shumë vlera. Fatkeqësisht kohëve të fundit sikur ka filluar një tendencë e zbehjes së disa vlerave që ne si shoqëri i kemi pasur, po për këtë që nuk kam statistika, sepse nuk është bërë ndonjë hulumtim, por që najherë thuhet që senet që shihen nuk ka nevojë me u diskutu shumë. Megjithatë, unë shpresoj që përmes këtij emisioni Më shumë se llaf me arrit me e dhënë një kontribut modest për vlerat shoqërore që ne si popull i kemi pasur, edhe për t'i ruajtur ato vlera edhe në të ardhmen. Ne e dim që vlera kryesore e popullit shqiptar ka qenë besa. Edhe jemi të dalluar ndoshta prej popujve të tjerë për fjalën e dhënë, për besën. Historikisht shqiptarët e kanë dëshmuar që në momentin kur është dhënë fjala, në momentin kur një familjes tjetër ja ka dhënë besën për një çështje të caktuar, ajo ka qenë e prerë. Do të thonë fjala e dhënë, besa, premtimi kanë qenë vlera kryesore ndoshta e cila e ka karakterizuar popullin shqiptar. Vlerë tjetër shoqërore e kemi pasur, por që ndoshta ka fillu pak me edhe kjo me u zbe, ka qenë mikpritja. Si popull jemi shquar historikisht të mirëpresim musafirët. Por jo vetëm musafirët, po ta presim mirë edhe njëri tjetrin, edhe njerëzit e afërt. Vlerë shoqërore kemi pasur edhe mbajtjen e lidhjeve farefisnore. Jemi popull prej popujve të paktën ndoshta në botë të cilët i ruajmë me xhelozi lidhjet farefisnore. Jemi popull i solidaritetit, jemi popull i mbështetjes së parezervt të njëri tjetrit. Jemi popull që e vlerësojmë shumë nderin. Jemi popull që historikisht e kemi mbrojtur edhe e kemi dashur moralin. Jemi popull që kemi qenë shumë trima. Jemi popull që kemi qenë të shquar për respektin ndaj të moshuarve. Jemi popull që familjen e kemi ruajtur si vlerë, si themel të shoqërisë. E gjitha këto vlera të dashur shikues, besa edhe kursimin që e kam përmendur edhe në promot e emisionit. Jemi popull që e kemi pasur kursimin si vlerë. Por gjitha këto vlera shoqërore, a jemi duke i ruajtur, apo
po pësojnë një lloj përplasje me modernitetin, i cili jo vetëm neve si shoqëri, por gjitha shoqëritë e botës i shtyn ka individualizmi. Sot më tepër është me rëndësi të jemi të suksesshëm si individ, sesa të jemi të dobishëm si individ për rrethin shoqëror ose për shoqërinë në tërësi. Prandaj të dashur shikues, të gjitha këto bashkarisht do t'i flasim, të gjitha po mendoj ato vlera që si shoqëri i kemi pasur edhe shumë vlerat të tjera, ose kemi vlerat të tjera që ndoshta mu për momentin nuk po më kujtohet, po që pres telefonata tuaja për me i përmend bashkarisht pikat e forta të popullit shqiptar, cilat kanë qenë ato pikat e forta të popullit shqiptar. Nëse kam telefonatën e parë në personte, e pres me kënaqësi. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Alo, mirë mbrëma. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Ju përshëndet Nita nga Kosova. Faleminderit Nit, mirë se erdhe. Qysh po kaloni? Mirë, përshëndetje, mirë ka dashur Allah, mirë herë. Elhamdulillah. Nit, çka mendon ti për neve si popull? A kemi shumë vlera shoqërore? Festa vonë lidhë dhënë me që të temën shumë. Për emisionin mas po ju përshëndes, për emisionin jeni shumë të shëlluar, keni bënë emision shumë të mrekullueshëm. Faleminderit. Edhe vazhdoj të keni sa më shumë Nuk po vjen në zonën më parë? Unë po të dëgjoj shumë mirë, po shpresoj që edhe dëgjuesit janë edhe shikuesit janë të dëgju mirë. Alo. Po shumë mirë po dëgjohesh, veç vazhdo. Desha të lidhna për që temën që ke për vlerat shoqërore. Po. Vlerat shoqërore kohëve të fundit janë zbehur shumë. Pse po mendon? Për shkak se më herët janë kanë shumë besnik ndaj njëri tjetrit, janë kanë shumë të afër ndaj njëri tjetrit, kanë pas besimin si shoqëri, si në familje, se gjithë personat që më herët, nëse i ke thonë një punë me ta krye ose një diçka në familje edhe në shoqëri, ai person e ka marrë shumë me afër zemrës dhe ta ka kryer atë punë. Kurse tash ju nuk e kryen atë punë, i thu po, ndoshta del ju, ta lën punën zhag. Është shumë e zbehtë shoqëria në ditëve të sotit, edhe kjo ka ndodhur krejt mas Covidit edhe kënenaj. Më herët nuk është qenë. Prej Covidit e kënenaj ka ndodhur kjo zbehje. Tash ja kanë lënë pothuaj edhe Covidit, edhe pse Covidi s'ka ndiku kaq shumë të po ja kanë lënë Covidit. Po thu që besnikëria, besa që na si popull e kemi pas, ka fillu me u zbe veç mas pi Covidit e kënenj? Po, pej mas Covidit e kënenj ka nisë me u zbe besnikëria, shoqëria me u largu, në familja me u largu. Në fakt për lidhje farefisnore kom dëgjuar edhe disa njerëz tjerë që thonë që prej Covidit kur jemi mbyll, domethënë janë shkëput pak lidhjet farefisnore. Po, në përgjithësi me kanë bisedoj, thonë prej Covidit. Kjo nuk e di, kjo nuk është një farë arsye s'pjalojnë Covidit. Nëse është që njëri besnik, si ma herët si tash do të më qenë besnik. Nëse është një njeri i shoqërushëm, do si ma herët me konë si kur tash i shoqërushëm. Unë nuk e di pse alojnë Covidit. Ndoshta po mendojnë që Covidi na kalon me pasoja, kështu që ne ka godit edhe vlerat shoqërore që i kemi pas si shoqëri. Zemra nuk ta ka goditur, shembull unë për vete, unë jam shumë e shoqërueshme si në familje, si në shoqëri. Unë jam shumë mirë pritë, se tash as nuk më presin, tash të thonë, po dalim e pepim një kafe, jashtë nuk thirrin familje, nuk thirrin në shtëpi. Vetëm tash e kanë gjetë arsyeën Covidi edhe jashtë kafja. Kafja nuk pihet tash në shtëpi, ose çaj nuk thirret më pi në shtëpi, po vetëm jashtë. Ndoshta është edhe një lloj lehtësimi pak edhe kjo kafja jashtë për shkak të ngarkesave të punës që i kanë. Shoqërinë tonë gratë nuk kanë punu, domethënë përpara shumë, ose një pjesë e vogël e grave kanë punu. Tash pjesa dërmuese e grave punojnë edhe nuk janë të gatshme ndoshta me prit shumë po mendoj në shtëpi mysafir. Ndoshta edhe kjo ka ndiku. Po kjo ka ndiku, po edhe me përpara kanë pas punë më shumë se sa tashti. Tash të shkojmë më një punë shembull tetoshe, edhe vjen shtëpi, i bën punë të shtëpisë, po ki edhe kohë edhe për familje, shembull edhe për shoqëri, edhe për gjitha. Tash e kanë gjetë arsyeën, nuk kemi kohë, jemi në puna.
Do herë çdo kun ja kushton për shembull 1 orë, 1 gjysmë ore mos më ja kushtue si një antar të familjes me thirrë në shtëpi, ose si një shoqe, ose si një shok, ose nuk e di çfarë është kjo problem, po unë përgjithësi unë për veti po flas, unë për shembull kam punu më herët, po tash nuk punoj, po edhe pse unë ja kushtoj si familje, si shoqëri, si gjitha, unë gjej kohë për të gjitha. Me dash njeri o gjen kohë gjithmonë edhe çdo herë. Edhe një fjalë popullore thonë se nëse lën diçka keq, atëherë do të më shku me vizitu dikën, se pa lë diçka keq nuk më shku as me vizitu dikën, as me bë mirë dikon as kurrë, pa lë diçka keq. Nitu në të falenderoj shumë, po shpresoj shumë që ke përcjell mesazhe të mira për njerëzit. Ju kisha përshëndet dhe ju kisha thonë sa ma shumë u afru, sepse jeta është shumë e shkurt, edhe kështu me na jetë dashuria mes veti, si me familje, si me shoqëri, si me të gjitha. Të ju uroj për emisionin e të gjitha të mirat. Faleminderit shumë për telefonatën, edhe unë të përshëndes ty edhe të gjithë shikuesit tjerë që na përcjellin. Kalosh mirë, selam aleikum. Aleikum selam. Nita telefonoi dhe tregoi që mikpritja është zbe. Njerëzit në vend që me eftu dikën me pi kafe në shtëpi, eftojnë në lokal. E përmendi edhe elementin tjetër të besnikrisë ose të fjalës së dhënë. Tha dikur, kur shqiptarët kanë thënë që kryhet një punë e caktume, ta kanë dhënë besën për një çështje të caktume, ajo veç ka qenë punë e kryer. Ndërsa sot e zvarritin, premtojnë, nuk e realizojnë shumë premtimin, edhe nuk janë shumë të besueshëm. A qëndrojnë këto, a nuk qëndrojnë? A jemi dëshmitar të këtyre ndryshimeve, apo janë thjesht ndoshta hipoteza ose mendime të një njeriu të caktuar? Megjithatë, apo ndryshojmë si shoqëri? Është fakt që po ndryshojmë si shoqëri, por nuk po ndryshojmë vetëm ne si shoqëri kosovare, po ndryshojnë të gjitha shoqëritë e botës. Megjithatë, unë mendoj që vrehet, do më thonë, një lloj rezistence e popullit shqiptar për t'i ruajtur traditat që ne historikisht i kemi pasur. Për shembull, solidariteti, veç mas në muajin e shejtë Ramazanit, ose në rastet caktuara të ndonjë fatkeqësie, qoftë natyrore ose diçka tjetër, ne e shohim që si popull jemi të gatshëm me u ofru me njëri tjetrin. Mandej edhe këtë dëshmojnë edhe njerëz të tjerë të cilët, domethënë, i kemi shumë aktiv në jetën shoqërore, për shembull rasti i Halil Kastratit, i cili merr iniciativa madhështore në dobinë e kësaj shoqërie, e shumë njerëz të tjerë të cilët janë human edhe e kanë gjene solidaritetin. Me sa duket e kemi edhe një telefonat, e presim. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, selam aleikum. Aleikum selam, urdhëni, mirë se erdhët. Si je, Gane? Mirë, faleminderit. Kush po më përshëndet? Valbona për Mitrovice. Valbona, faleminderit. Dëgjuesja e rregullt edhe telefonuesja Besa e çdo emisioni. Valbon, çu shpe kalon? Mirë, faleminderit. Gane, shpresoj edhe ti jesh mirë. Unë po ndina jashtëzakonisht mirë kur po shoh që njerëzit po na përcjellin prej një cepi në cepën tjetër, po shoh që po shënojnë edhe disa prej diasporës që janë bashkë me neve, që për mua është shumë kënaqësi, edhe me falenderu Zotin që na ka bërë risk që në këtë kohë të zhvillimeve të mëdha teknologjike, pavarësisht që teknologjia është si thik me dy teha, ne po marrim anën pozitive edhe po shfrytëzojmë për mirësi. Me qenë bashkë me njerëzit që janë atje në cep të botës, ndoshta edhe në vijat, në distancat më të largëta të vendit, është kënaqësi. Valbon, çka është për ty vlerë, çka kanë pas vlerë shoqërore shqiptarët, për çka janë identifiku? Ato çka unë e vlerësoj shumë, edhe mundona me rujt në familjen teme, është respekti edhe vlera e prindve. Ne si shqiptar jemi identifiku me respektin edhe vlerën cilin ja kemi japë moshuarve. Mirë, por ajo që unë mundona me ja dhanë fëmijëve të mi, veçanërisht ma të voglit cilin e kam 12 vjeç, se tjerët janë të rritur, elhamdulillah, edhe i kanë përqafu ato tradita cilat ja u kemi mbjell. Mirë, por
Ajo që ka mu mbren, në cila është tani në zhdukje, është respekti ndaj komshiut. Është mungesa e ndihmës, cilin na ja u kemi ofru si të vegjël komshive. Qoftë nëse kemi qenë duke lozur para shtëpis, ose nëse kemi qenë edhe në shtëpi duke ndajt, nëse kojshikja ka pas nevojë, ka kërku përmes nanës, na me shku mja kry një shërbim, qoftë deri në dyqan me dal, ose edhe nëse ki pa ndonjë komshi me qese në dorë, ja ke marrë prej dorës edhe i ki ndihmu, një gjë e tillë sa të mungon. Dhe me thonë mungon ajo empatia e mbjellën e fëmijët, ndihma, cila është e domosdoshme mja u dhanë edhe mja ofru edhe komshive. Valbon, po? Përfundoje, më falë. Është kjo, do me thonë, po mungon empatia të fëmijët tanë. Ndjenja e ndihmës, thjesht me sakrifiku edhe lojën e vetë, për me i dalë ndihmë tjetër kujt. Fatkeqësisht kjo najherë do këtë si kur ndodhë edhe brenda vetë familjes, te e përmende për kojshi, po ka raste kur shpesh herë mbjen me taku njerëz ose me qenë, do me thonë në një familje, në një ambient familjare dhe shë që nana është jashtëzakonisht shumë ngarkume me punë, edhe fëmijët janë aty rreth edhe nuk e sheh një gatishmëri për me u aktivizu qoftë në punët. Mi obligu fëmijët me detyra cilat janë përshtatshme për moshën e tënve. Na kështu të krijojna njerëz të dobishëm, të përgjegjshëm, edhe për shoqëri, po nëse kanë me kriju familjen e vet. Ata donë me di si burr, si djali, si vajza, që veçanërisht djemtë. Domethënë, jo më vështet çdo herë te gjinia femrore, te vajza ose te nana, te gruaja, te motra, po do të me qenë një gatishmëri edhe ai me ndihmu. Edhe me qenë i aftë me marrë vendim edhe me qenë i përgjegjshëm. Po pri këtyre gjanave të vogla, veprimeve të vogla na formojmë individ, burra, përgjegjshëm edhe qëndrueshëm. Janë detajet e vogla cilat nga jashtë na duken shumë të vogla, mirë por kontribojnë edhe ndihmojnë në formimin e individit. Po, fiks. Sot fatkeqësisht të bjen me taku nana që ndoshta djali është në klasën e 8 edhe ka nevojë me blen banatorën e antipiretik edhe nuk e qenë djalin, po thot jo se shkoj e marr vetë se a din as din, po fëmia duhet me u sfidu për me mrri me qenë edhe i përgjegjshëm. Pikërisht ai mëson prej gabimeve, na mësojnë në shumicën e rasteve na jena të prirur me mësu prej gabimeve, por ma i mire është ai i cili mëson prej gabimeve të huaja jo të veta. Na jena shembull si për të mirë, si për të keq për njëri tjetrin. Fiks, Valbonane, të falenderoj shumë. Për mu ke shumë kënaqësi që bashkë bisedum, edhe pse shkurt, po megjithatë morëm një mesazh që nesër me mëngjes me çu djalin me pagu rrymën. Ban, pse jo? Faleminderit shumë. Faleminderit Gane. U gëzofsh e mirëmbëjtje. Të dashur shikues, unë ju falenderoj të gjithëve që ishit bashkë me mua dhe me telefonuesit e mia që ishit me neve në këto qaste të këtij emisioni Më shumë se llaf, ku folëm pak shkurtimisht për vlerat shoqërore që ne si shoqëri kemi. Shumë kisha dashur një minutë me fol për kursimin si vlerë shoqërore që ne e kemi pasur, domethënë në vazhdimsi, po nuk po mri me fol për kursimin sepse kam edhe një telefonat që po pret. Provojmë me inkuadru, me sa duket është shkëput prej linjës. Alo. Alo, përshëndetje, mirë se ardhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, jam Vlera nga Gjakova. Vlerë, mos më thuj më tërë që ti je. Po, une. Vlerë që shpekalon, e qka është për ty Vlerë? Shoqërore? Mirë, shumë Gone. Që para se me dalë që aty, vish po ta qif me të ru për emisionin e ri, edhe besom që u knoqa shumë
domethënë tu e dëgju deri qtash, tu dëgju ty edhe shikues që telefonun. Audienca RTI-s ka pas shumë nevojë për një emision tillë ku ka hapësirë mi shpreh mendimet edhe opinionet e veta. Faleminderit edhe prej teje, kolege dashur, ndërkohë që si ka mundësi një gjakovar me jetu që sa dekada në Prishtinë, me u shoqëru me njerëz të qyteteve tjera të Kosovës edhe megjithatë mos me ndru dialektin. Gone, ata tregojnë një sekret. A është kjo dobësi e jonja që s'kena mri me ndiku aq sa duhet e ti, a është rezistenca jote për me qenë gjakovare? Besoj që rezistenca jeme, po ata tregojnë një sekret. Hajde. Gone, une kom lindë në Prishtinë, po do më thonë jam rritë në Gjakovë dhe tash jetoj në Prishtinë që 15 vjetë gati. Edhe a beson ti që une në rrjete sociale e lindur edhe ne kom në Gjakovë. Do më thonë edhe se s'kom lind në Gjakovë, veç për me më figuru Gjakova, kështu që atë e kum kuptu vetën, edhe sot thellune e kom këtë pjesë. Ma kujtove një studente, kur e thirrshim në fakultet Rita e Gjakovës, thike se kom emnin Rita. Rita në dokumentacion thike Rita, unë ndike na imponu krejt grupi shoqëror me shqipturën si Gjakova. Kështu që vlerë faleminderit. Sot për këtë temës, a di se s'po du me ta prish këtë strukturën që ti e ke ndërtu, për vlera shoqërore, gone nashta jemi pak po mendoj që jemi me një farë krize, besoj që secila gjenerat edhe mballafaqohet me çto kriza, qysh edhe na jemi tu i vlerësu qtash si kriza, po na duhet mendoj me vazhdu me rjedhen, edhe me tentu mu rujt, mu mbrojt, vetë si njerëz të rriton, po edhe njëkohësisht edhe për fëmijët tonë, me tentu me gjetë një farë balanci që jo gjithmonë është e lehtë mi gjetë, dhe jo gjithmonë e di ma kemi gjetë a se kemi gjetë, po me tentu me provu mi bo ma të mirën e në fund me lonë dorë të Zotit. Ta adin pak, po mendoj në ashta sfidat sot, se cila gjenerat ka sfida ma të mdoja, për shambu na sot e kemi sfid teknologjin. Edhe jo sfid, po super sfid realisht e kemi teknologji. Po, super sfid, po. Edhe pse po mdo këtë me të kallëzu drejtën të qysh ja kom nis pak, mu dorëzu në kuptimin që është pjesë e jetës tonë, edhe veç duhet me ditë mi menagju, se për ndryshe, do me thonë nuk kemi kaj ikim. Me tentu veç mi përdor mas mirëti që muim. Ndonjëherë vlera, diçka që për neve ka qenë vlerë, për gjeneratat të reja, e di që ndoshta nuk është vlerë edhe të na krijon konfuzion, e në rast të caktuar ndoshta edhe stres për të ardhmen si kanë me qenë. Po besoj që jo gjithmonë edhe na e kemi pas të drejtë. Ose jo gjithmonë ka qenë vlerë ajo që na e kemi konsideru vlerë. Nuk e di a kum nda ndonjëherë një rast të djalit tem, kur e takum një kojshit vjetër në lift, me nximrike me qëndru në kam, edhe unë përshëndesa, agja e lodh, qysh je me shëndet, ai ma kthej edhe kur dolëm, a këne e preksha kështu djalin, si na si nana ka njëherë qysh dim me i nxit, në kuptimin përshëndetet, qysh nuk me përshëndet, edhe kur dolëm thash qysh mujna nuk i the as mirë dita, agja e lodh, qysh ka love, thash njeri më shumë ka nevoj për respekt, tha po qysh bre ka nevoj për respekt, ta njeri me nximrike me qëndru në kam të veta, tha te e vetë që qysh je, edhe tyre ishe me full. Edhe kur me ndonë thell, a i ka pas drejt, do më thonë ti e ke obligu me të përgjith, edhe pse ka qenë i lodhëm, kështu që nëherë po do të me lëshu pak në rafsh këtë farë. Po, normal, po dhe mu përshta duhet, se do me thonë nëse na qëndrojmë rezistent, shumë veç konflikte kemi me pasë, edhe duhet pak mi kuptu edhe kënd vështrimin tash, do me thonë që na kemi mu pajtu me që ato 100%, po edhe këta si gjeneratë re, e ka një, do me thonë, një perceptim tjetër edhe do me thonë që veç na ja qëllojmë. Po fiksën që të rastin tem, po mendoj që ja ka qëlluaj. Derun e të falendroj shumë e dashur, se jemi në fund minutave. Faleminderit shumë gone edhe ty. Inshallah ka me qenë një nisme do bish me kjo emision edhe kemi me pas knaqësi. Inshallah, gjithë se jem shumë e bindun që po. Inshallah. E unë ka me pas shumë knaqësi. Amin, inshallah, bashkë me ty. E të dashur shikues, unë kam pas shumë kënaqësi mi u prit prap të ajtën tjetër, me ndonjë temë tjetër, edhe inshallah kemi me kalu bashkarisht qaste të këndshme së bashku. Mos harronim na të ndjek prap të ajtën tjetër, miru pafshim e paqit një javë të bereqetshme. Mirëmbëjtje.